shëndetis në Se bardhë. shumë kanë pyetur për pjesën e kofshit dhe pjesën e brendshme të kofshit që janë zona më e vështirë për kuptonin. Kjo shumë e vërtet, janë depozitimin e medianit në brendshme të kofshit. Janë e varur. Bravo, janë faktor hormonal, faktor genetik, mënyra se e stilit të jetesës dhe lëvizja, se nuk lëvizin shumë e pjesën e brendshme të kofshit. Zakonisht bëhen se si merë, vite dhe tjerë. Unë almëson do të demonstrojmë disa ushqime të tjera që mund të bëjmë për pjesën e brendshme të kofshit. Gjithmonë për të pasur një teknikë të thjeshtë. Flasë për njerëzit që na ndjekin nga shtëpia. I hapim majë lehtësisht nga jashtë. Bravo, qumjet të shikojnë nga jashtë dhe do bëjmë një kurkulje të lehtë të trupit përpara me duart këtu. Çajmë. Ulemi ngadalë. Çajmë lehtë. 2. Ulemi ngadalë. 3. Hajde. Shkoj do ta shikojmë që muskujt e brendshëm nga zona e qeshit. Këtu në pjesën e vargut si duhet të qëndrojmë për ulemi? Në këtë gabim, ekzimi ekzekutiv gabim në këtë ushtrimi do të ishte postura. Pra nëse neve zgjatëm një postura, dakor, ose neve qëndrojmë dhe shumë e drejtë. duhet një shëndetje të posturat të bëjmë në kofshë dhe supet një paralel në mes me kofshë. Pra kur ulemi në tesh i drejtë të duhet të jemi këtu. E kupton gjumet nga jashtë dhe supet këtu. Çani dhe ushtrimi të vështirë që mund të kontraktoj, por nuk shtyhet përpara. Kjo kontraktoj, pra ulemi ngadalë. Një ekzekutim tjetër gabim është shpejtësia, mënyra se si ti ekzekuton shpejt. Pra se nëse ti ulesh, 1, 2, 3, Kjo është e gabuar. nuk ka muskulit që të shtrihet dhe të ndikë, të rshkasë njëri tjetrin. Pra, ekzekuton ngadalë. Ushtrimi tjetër që më shëndojnë, ky është një ushtrim. Ushtrim tjetër i thjeshtë që mund të bëjmë nuk është e shtirje, neve do mbështetemi këtu, ku mbështetemi tek arikotët e tavolina. Pjesë e brendshme të kofshës e kalojmë këtu. Dhe kjo pjesë e brendshme të kofshës mund ta bëjmë pa peshë ose mund të vendosim një elastik. Ne do bëjmë në dy forma. Alma do bëjmë pa peshë ose do vendosim një elastik. Dhe e këtë sistemën do të shikohet se me lart dhe bëjmë pulse vogla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me elastik do të ishte këtu. 8, 7, 6, 8, 4, 3, 2, do të qëndrojmë. Tu do bëjmë një lëvizje rrethore. 1, ngadalë. 2, 3, 4, 5, 6, 7, edhe kundër. 1, ngadalë. 2. Ta ndështruar shumë thjeshta që nuk ka rrezik. rrethore, po. 6, 7, 8. Ushtrim tjetër për brendshmet e kofshëve, kemi zhvendosjet e lehta anësore. Nuk ka nevojë për elastik, as për ndonjë mjet, siç jeni në shtëpi, mund ta bëni me ndihmën të mbani diçka këtu përpara, për të qenë safe, ose ne do shpjegojmë kundërti saktë. I hapim këmbët pak më shumë se supet dhe ne do zhvendosemi lehtësisht nga e majta. Kjo këmba kalon këtu drejt, kjo këmba është lehtësisht e tërhequr, dhe neve ulemi mbrapa me vite sikur duam të prekim diçka. Dhe qëndrojmë këtu, aprojmë përsëri. 1, e zgjasim lehtë dorën këtu. 2. Kjo është shumë e mirë për pjesën e brendshme të kofshës. 3. Një ekzekutim gabim i këtij ushtrimi, për shembull do të ishte nëse neve përkulemi këtu para. Ose nëse neve e hapim të këmbën kështu. Pra, ekzekutimi saktë është këmba e vendosur, qëndrojmë pak në këtë pozicion. Kjo këmba që punon muskujt e brendshme dhe vitet shtyhet. Okej. Për të çliruar ushtrimet nga njëra anë tek tjetra, në mes të dy këmbëve fusim një kardio të lehtë. Kur do të ishte një kardio lehtë, zhvendosje para, zhvendosje mbrapa. Tensionojmë pak. Zhvendosje para, zhvendosje mbrapa. Dhe pastaj kalojmë ushtrimet për tensionuar muskujt nga ana tjetër.